Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Fryma e shenjtë nuk do të na thot kur diçka që bie në kundërshtim me fjalën e Zotit. Kur. Miq të dashur, përshëndetje. Takohemi sot në emisionin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Për të pasur një marrëdhënie të mirë me dikë, qoftë ky një mik i afërm apo koleg, është i domosdoshëm një komunikim i dyanshëm. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për marrëdhënien tonë me Zotin. Ju e dini që ne shpesh kemi tendencën të nxitojmë në lutje, të zbrazim kërkesat tona dhe pastaj të largohemi. Por sa herë që mbajmë këtë qëndrim në lutje, ata që humbin jemi ne. Zoti nuk do vetëm që të dëgjojë kërkesat tona, ai do që të na ngushëllojë, inkurajojë dhe të drejtojë. Por kjo do të ndodhë vetëm nëse kalojmë kohë me të. Qëndroni me ne edhe mësoni më tepër për Perëndin që flet. Me ju është Dr. Stanley. Një nga mësimet më të rëndësishme që ju dhe unë mund të mësojmë si të krishterë është se si të dëgjojmë Zotin. Ndërsa mendoj se si na ka folur Zoti në të kaluarën dhe si na flet tani, besoj se është shumë e rëndësishme që të mësoj se si ta dëgjoj dhe t'i flas atij. Të mësosh t'i flasësh atij është më e lehtë. Të mësosh të dëgjosh prej tij mund të mos jetë dhe aq e lehtë. Në çdo lloj bisede, nëse do që të zhvillosh një marrëdhënie me dikë, ju duhet të jeni të aftë të dëgjoni po aq mirë sa edhe flisni. Shumë prej nesh ndoshta ja dalin shumë mirë të flasin se sa të dëgjojnë. Por të mësosh të dëgjosh është një pjesë thelbësore e jetës së krishterë. Mendoni për gjithë vendimet që duhet të merrni në jetë, të gjitha vështirësitë dhe vuajtjet që kaloni, të gjitha vendimet për fëmijët, punën tuaj, financat dhe gjithçka tjetër. Nëse nuk dini se si ta dëgjoni Zotin, do të merrni vendime të gabuara, jo të zgjuara dhe që do t'ju kushtojnë shtrenjtë. Por nëse dini se si ta dëgjoni Perëndin, do të jeni më të zgjuar. Vendimet tuaja do të jenë më të zgjuara dhe jeta juaj më e lumtur. Pikërisht për këtë duhet flas në mesazhin e sotëm që titullohet Perëndia që flet. Le të kthehemi te kapitulli i parë i Hebrejve, vargjet 1 deri në 4. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Edhe u bë më i lartë nga ëngjëjt, dhe ata adhuruan emrin që ai trashëgoi. Në vargun e parë thuhet se Zoti, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Edhe ai u bë më i lartë nga ëngjëjt, ashtu siç edhe emri që trashëgoi ishte më i madhërueshëm se ata. Në vargun e parë thuhet se Zoti u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve. Ai thjesht po thotë, në të shkuarën, Ati Perëndi ka folur shumë herë dhe në shumë mënyra nëpërmjet profetëve. Ai u foli pak fjalë disave dhe shumë fjalë të tjerëve. Çështja nuk qëndron vetëm në bashkëbisedimin e një anshëm, siç e kemi thënë shumë herë. Aspekti më i rëndësishëm i jetës së të krishterëve është marrëdhënia jonë personale me Zotin që vjen përmes Jezus Krishtit. Qëllimi i Zotit për të gjithë ne është të kemi një marrëdhënie personale intime me të.
Nëse ti do të kesh një marrëdhënie me dikë, duhet të jesh i aftë të bizedosh me të dhe po kështu edhe ta dëgjosh. Komunikimi duhet të jetë i dyanshëm, të flasësh dhe të dëgjosh. Perëndia nuk dëshiron vetëm që të na dëgjojë, por edhe të na flasë dhe ne ta dëgjojmë. Shkrimi këtu na thotë se në Testamentin e Vjetër Zoti i foli popullit të tij me anë të profetëve. Çfarë bëri ai? Ai pushtoi zemrat e njerëzve të cilëve u foli. Ai kontrolloi mendjet e tyre dhe urdhëroi gjuhët e tyre se çfarë të thonin. Ata profetë të Zotit nuk ishin thjesht njerëz normal, edhe pse ishin njerëzor si gjithë të tjerët, por ishin njerëz që ishin të kontrolluar nga Perëndia, të mbushur nga Perëndia, njerëz përmes të cilëve Zoti foli të vërtetën e tij. Për shembull, nëse do të shkoni tek letra e dytë e Pjetrit, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 19, vini re se çfarë thot Pjetri në këto vargje. Duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndis kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë. Kjo do thotë se Zoti punoi në mënyrë të tillë në jetën e tyre, sa që ajo çfarë thanë dhe shkruan ishte ajo çfarë Zoti u foli atyre dhe çfarë ai shkroi nëpërmjet tyre. Le të kthehemi tek Hebrejt kapitulli i parë, vargjet 1 deri në 2. Perëndia mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Mbi të gjitha i thot në vargun e parë: Perëndia mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve. Pastaj ai në vargun 2 thot: së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, Jezus Krishtit. Jezus Krishti është shpreha përfundimtare e zemrës së Perëndisë. Jezus Krishti është fjala përfundimtare për shpëtimin. Jezus Krishti është fjala përfundimtare e zbulesës. Zbulesa është e vërteta që Perëndia na jep dhe që nuk mund të merret në asnjë mënyrë tjetër. Bibla është zbulesa e Perëndisë. Çfarë është frymëzimi? Frymëzimi është ajo çfarë bëri Zoti në zemrat e këtyre njerëzve, të cilëve dhe nëpërmjet të cilëve ai foli. Çfarë është ndriçimi? Ndriçimi është ajo që bën Zoti në zemrën tonë. Kur lexojmë apo dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe diçka ndodh brenda nesh, diçka ndizet, zemrat tona hidhen përpijet dhe shpirti ynë kërcen. Krejt papritur fillojmë të kuptojmë. Kjo është puna e Shpirtit të Shenjtë që ndriçon mendjet tona. Prandaj nëse dua që Shpirti i Zotit të më ndriçojë dhe të më bëjë që të kuptoj, duhet t'i jap atij diçka me të cilën të punoj. Për t'i dhënë atij diçka për të punuar, më parë duhet t'i jap gjën me të cilën ai punon më shumë, dhe kjo është fjala e Zotit. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi të pasur në gjërat e Perëndisë. Nëse dua të ndaj diçka me dikë tjetër, së pari ajo gjë duhet të jetë e imja. Nëse dua të kuptoj të vërtetën, para së gjithash e vërteta duhet të jetë pjesë e imja në mënyrë që Shpirti i Zotit të ketë diçka me të cilën dhe nëpërmjet të cilës të punoj. Kur thuhet Jezus Krishti së fundmi, i referohet kohës kur Jezusi përshkoi tokën dhe kohën në të cilën u shkrua kjo fjalë. Këto janë kohët kur ka folur Zoti Jezus Krisht. Dhe tani sot në shekullin e 21, Shpirti i Zotit merr fjalët dhe veprën e Zotit Jezus Krisht dhe të apostujve të tij dhe vazhdon t'i flasë zemrës njerëzore. Zoti e ndihmoft personin që thot: Zoti nuk më ka folur kurrë. Ai ka folur. Çështja qëndron nëse e keni dëgjuar apo jo, ose e keni dëgjuar sakt apo jo. Perëndia flet ende sot. Dhe kjo është shumë e qartë tek Hebrejt kapitulli i parë vargu 2. Së fundmi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit krijoi dhe gjithësinë. Bibla flet për një tjetër Zot përveç Atit ton qellor. Dhe ky është Zoti i kësaj epoke, që është Djalli. Letra e 2 te Korintasve, kapitulli 4, vargu 3 deri në 4 thot: Dhe nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar me vel, ai është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i këtij shekulli, Satani, u averboi mendjet atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndryshojë tek ata. Djalli kërkon të verbojë mendjet e njerëzve në mënyrë që ata të mos jenë në gjendje të shohin të vërtetën. Kjo do thotë se ai do të mbyll veshët që ata të mos e dëgjojnë, ta injorojnë, të bëhen të pandijshëm ndaj saj. Shihni Psalmin 115, vargu 1 deri në 8. Këtu gjejmë një përshkrim të përkryer për zotat që nuk flasin. Jo neve o Zot, jo neve, por emri tënd i jepi lavdi për mirësinë dhe për besnikërinë tënde, sepse do të thonë kombet: ku është tani Perëndia i tyre? Por Perëndia ynë është në qejt dhe bën tërë atë që i pëlqejnë. Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të njerëzit. Kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin, kanë vesh por nuk dëgjojnë, kanë hund por nuk nuhasin, kanë duar por nuk prekin, kanë këmbë por nuk ecin, me grykën e tyre nuk nxjerrin asnjë zë. Një lloj se ata janë ata që i bëjnë
tërë ata që u besojnë atyre. Supozoni sikur ne t'i shërbenim një Zotit që nuk mund të fliste, nuk mund të dëgjonte, nuk mund të shikonte, nuk mund të prekte, nuk mund të nuhaste, nuk mund të este, pra nuk mund të bënte asgjë. Çfarë lloj feje do të ishte kjo? Por duhet t'ju bëj një pyetje miqve të mi. A është ky Zoti të cilit i shërbeni? A është ky Zoti të cilit i besoni, i bërë prej guri, ari, argjendi apo prej gjërash të tjera të çmuara? A ju ka folur ai ndonjëherë? A e ka prekur ndonjëherë ai shpirtin tuaj? A mund t'ju dëgjoj ai? Si mundet një objekt i pajetë t'ju dëgjoj kur i hapni zemrën një perëndije të bërë nga dora e njeriut? Ne adhurojmë dhe i shërbejmë një Zot që na flet sot nëpërmjet fjalës së Tij, që është i mëshirshëm, një Zot personal që është sinqerisht i interesuar për çdo gjë që jemi të interesuar ne, që dëgjon, flet, nuhat, prek, ecën, një Zot që është i gjithëpushtetshëm përtej çdo përshkrimi apo kuptimi njerëzor. Ne i shërbejmë një Zotit i gjallë dhe lavdi Perëndis, ai është një Zot që flet. Ai foli nëpërmjet birit të Tij Jezus Krishtit 2000 vjet më parë. Çfarë lloj Zoti është ky? Ai është një Zot i mrekullueshëm, i dashur, i dhemshur, është Ati ynë qellor, i cili është interesuar me të vërtetë për ne dhe në gjithçka që na intereson ne. Sot dëgjojmë shumë zëra. Njerëzit dëgjojnë zëra në kish, në radio apo televizion. Dëgjojnë zëra nga çdo shtresë e shoqërisë dhe nga çdo lloj feje. Ju duhet vetëm të pyesni, cila është natyra e këtyre zërave? Tragjedia e sotme është se shumë njerëz kryejnë lloj-lloj ligësish dhe thonë, dëgjova zërin e Zotit, Zoti më tha të veproja kështu. Ti mund të thuash, kjo është plotësisht qesharake, por jo nuk është. Nuk është qesharake. Le të shkojmë tek letra e 2 të Korintasve, kapitulli 4, vargu 1 deri në 4. Pak më parë thamë që njerëzit dëgjojnë zëra. Kjo nuk është imagjinata e tyre. Ata dëgjojnë zëra satanik dhe demonik. Në kapitullin e 4 të letrës së 2 të Korintasve, duke filluar nga vargu parë, lexojmë. Prandaj duke pasur këtë shërbim për mëshirën që na është bërë, ne nuk na lëshon zemra. Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turpshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakri, duke mos falsifikuar as pak fjalën e Perëndis, por duke shfaqur të vërtetën. Ne ja rekomandojmë veten tonë ndërgjegjës së çdo njeriu përpara Perëndis. Dhe nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar me vel, ai është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i këtij shekulli u averboi mendjet atyre që nuk besojnë që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndis, të mos ndryshojë tek ata. Zërat satanike ose demonik u flasin njerëzve të bëjnë gjëra që janë totalisht të paperëndishme. Ka disa zëra dhe ty të duhet të testosh çdo zë që dëgjon. Nëse dëgjon që fjalët e mia janë në kundërshtim me fjalën e Zotit, atëherë duhet besosh fjalën e Zotit dhe të vësh në dyshim atë që po të them. Çdo zë apo informacion, qoftë i vërtet apo i gabuar, duhet të testohet me anë të fjalës së Zotit. Kështu pra, ty të duhet të testosh të gjitha zërat që dëgjon. Duhet të përmend edhe diçka tjetër për këtë. Zoti nuk do t'i shtojë asnjë gjë shkrimit. Nëse dikush të thotë, ja se çfarë më ka thënë Zoti, tregohu i kujdesshëm, sepse kjo nuk është zbulesa e re e Zotit. Njerëzit mendojnë se ato fjalë mund t'ia shtojnë shkrimit. Njerëzit në Testamentin e Ri dhe atë të Vjetër regjistruan çdo fjalë të Zotit dhe zbulesa e fundit përmbushet në Testamentin e Ri me librin e zbulesës. Perëndia nuk ka për t'i shtuar asgjë shkrimit. Ai na ka dhënë sot zbulesën e tij të plotë në Bibël, fjalën e Zotit. Ka disa mësues të rrem që kanë Biblën e tyre. Kur e lexoni natyrshëm mendoni, nga erdhi kjo vallë, sepse ajo Bibël është komplet ndryshe nga Bibla juaj. Nëse do të lexoni disa nga shënimet e tyre, do të arrini në përfundim se ka shumë kontradikta me të vërtetën e fjalës së Zotit. Dikush mund të ketë dëgjuar disa zëra, i ka shkruar ato, ka krijuar Biblën e vet dhe ka themeluar një fe të rreme duke përdorur një Bibël të rreme që e kanë shkruar vet. Jam këtu për t'ju thënë se grupe të tilla janë shkatruese. Ti duhet të kesh kujdes se këtë dëgjon. Mbani mend këtë gjë. Perëndia nuk thot asnjëherë asgjë që bie në kundërshtim me fjalën e tij të shkruar. Nëse dikush ju thot, "Më lejo të them se çfarë më tha Zoti", pyetja e parë që duhet të kesh është, si është ajo me fjalën e Zotit? A përshtatet ajo çfarë dëgjoj me fjalën e Zotit? Nëse ajo që dëgjuat nuk është në përputhje me fjalën e Zotit, atëherë harrojeni dhe besoni atë që lexoni aty. Ndonjëherë mund të ketë interpretime të ndryshme dhe unë nuk do të vija në dyshim faktin se ka çështje në Bibël për të cilat kemi interpretime të ndryshme. Por çështja është, a përputhet ajo që dëgjoj me fjalën e Zotit? Po apo jo? Nëse dëgjoni diçka që nuk përputhet me fjalën e Zotit, pyesni veten, çfarë thot fjala e Zotit për këtë? Cili është mësimi shpirtëror në lidhje me këtë çështje? Çfarë thot Bibla? Bibla është shpreha e mendjes së Zotit. Ju ndoshta mund të pyesni pse dëshiron të na flasë Zoti sot? Çfarë do të na thotë?
Mendoj se ekzistojnë 4 arsye se pse Zoti dëshiron të flasë me ne sot përmes fjalës së Tij. Numri 1 është sepse ai na do. Ai deshi të gjithë shenjtorët e Testamentit të Vjetër dhe të Ri. Ai na do sot aq shumë sa deshi edhe ata. Pra arsye e parë është sepse ai na do. Ajo dashuri nuk është dashuri e njëanshme. Përkundrazi, ai dëshiron një marrëdhënie dashurie. Kjo do të thotë që dëshira dhe qëllimi i Zotit për ne është që të kemi një marrëdhënie intime me të. Të kesh një marrëdhënie të ngushtë me të do të thotë të ekzistojë një bashkëbizetim i dyanshëm. Kjo do të thotë që unë duhet të kem dëshirë të flas dhe ta dëgjoj atë. Arsyeja e dytë pse Zoti na flet sot është për të na dhënë drejtim. Ne kemi nevojë për drejtim sot, ashtu si kishin nevojë shenjtorët e Testamentit të Vjetër dhe atij të Ri. Sillni ndërmend bijtë e bijat e Zotit në Testamentin e Vjetër dhe atë të Ri, drejtuesit dhe njerëzit e Tij që kërkonin drejtim dhe që e gjetën atë në mënyra të ndryshme. Njerëzit e Zotit sot kërkojnë drejtim për financat, shtëpinë, fëmijët, punën, kishën, jetën personale apo gjithçka tjetër. Ne kemi nevojë për diturinë dhe drejtimin e Zotit. Tek Gjoni kapitulli 16, vargu 13. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjithë ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vijnë. Ai ka dërguar frymën e shenjtë që të jetë drejtuesi dhe mësuesi ynë. Pra, arsye tjetër pse ai dëshiron të na flasë është që të jetë drejtuesi ynë. Arsye e tretë është të na jap ngushëllim dhe siguri. Në Testamentin e Vjetër dhe atë të Ri, do të vini re se sa herë njerëzit e Zotit ndodheshin në situata të vështira, prova, vuajtje dhe persekutime, dhe Perëndia i ngushëllonte, duke i siguruar dhe duke ndërtuar besimin e tyre. Ne kemi nevojë për të njëjtën gjë. Nëse një shpikje moderne do të mund të na kthente në kohën e Testamentit të Vjetër apo të Ri, do të shihnim se do të ishim një lloj si njerëzit e asaj kohe. Ne jemi ende qenie njerëzore. Përballemi me të njëjtat situata, probleme dhe vështirësi. Shumë nga ata njerëz jetuan në skllavëri, kishin probleme financiare dhe familjare, kishin probleme në kisha. Lexoni librin e veprave, lexoni letrat e apostujve. Ata kishin të njëjtat probleme me të cilat përballemi edhe ne sot. Por Zoti i ngushëlloi, i drejtoi, foli me ta, i deshi dhe i siguroi. Zoti do të bëjë të njëjtën gjë edhe për ne sa herë që përballemi me situata të vështira. Ne sot kemi nevojë për të njëjtin ngushëllim dhe siguri. Ekziston edhe një arsye katër për të cilën besoj se Zoti na flet sot, dhe kjo është një nga kryesoret dhe më e rëndësishmja. Zoti dëshiron që ne ta njohim. Perëndia na njeh në mënyrë të përshtatshur. Atij nuk i duhet të shpenzojë asnjë gram energji për të na njohur. Ai na njeh plotësisht, në mënyrë të përkryer, por ne nuk e njohim atë në këtë mënyrë. Çfarë dëshiron ai që të bëjmë? Ai dëshiron që ne ta njohim. Ne duhet të kalojmë të gjithë jetën për të zbuluar se kush është Zoti. Ne dimë që ai është Jehova, Zoti i Biblës. Ne mund të mësojmë ta njohim atë përmes birit të Tij Jezus Krishtit. Zoti ynë ka shumë tipare dhe gjëra të mrekullueshme për t'i zbuluar. Ai dëshiron që ne ta njohim. Nëse e do dikë, dëshiron patjetër që ta njohësh, por edhe ti dëshiron që ai të njohë. Dëshiron që ai person të hyjë brenda teje dhe të kuptojë në mënyrë që të ndijë atë çfarë ndjen ti. Perëndia dëshiron të njihet. Perëndia dëshiron të njihet nga fëmijët e tij. Satani ka verbuar jo besimtarët, madje edhe shumë besimtarë, edhe pse mund të mos jenë të verbuar nga Satani, janë shterp. Janë kaq të zënë duke bërë gjëra nga më të ndryshme, saqë nuk ndalojnë të njohin Zotin. A nuk është e habitshme që ne si të krishterë mendojmë se në momentin që shpëtohemi automatikisht njohim edhe Zotin? Jo, miku im. Kjo nuk ndodh. Unë kam vite që jam i krishterë dhe jam ende i paditur në shumë gjëra që Zoti do që të di. Sa herë që lexoj fjalën e Zotit, shpesh mendoj: o Zot, sa pak që të njoh. Njoh aq sa të ngazëllohem dhe të vazhdoj të kërkoj për të mësuar më shumë. Por a e dini se çfarë do të di unë atëherë kur të mos ketë më kufizime për mendimin dhe arsyetimin njerëzor? Tek letra e parë e Korindasve, kapitulli 13, vargu 12 thuhet: tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. Nëse një besimtar nuk ka dëshirë të njohë Zotin, atëherë ka diçka që nuk shkon me të. Ka diçka që nuk shkon në jetën e një të krishterit nëse nuk ka uri për të njohur këtë Zot të cilit i shërben. Ne do të kalojmë përjetësinë me të, dhe nëse do të kalojmë përjetësinë me të, atëherë do të bëjmë mirë që ta njohim. Ai dëshiron që të njihet nga ne. Një nga arsyet kryesore pse Zoti na flet ende sot është sepse dëshiron të njihet nga ne.
Ai dëshiron ta shpreh veten e tij. Ai dëshiron ta zbulojë veten e tij. Ai dëshiron që ne ta kuptojmë. A e dini se pse do Zoti që ne ta njohim? Ja ku është përgjigja. Ai e di se sa më mirë ta njohim atë, aq më shumë do ta duam. Dhe sa më shumë do ta duam, aq më shumë do të duam t'i shërbejmë. Dhe sa më shumë do të duam t'i shërbejmë, aq më shumë do të jetë ai i aftë të tregojë fuqinë, madhështinë dhe hirin e tij të mrekullueshëm nëpërmjet nesh. Ai dëshiron të njihet nga ne. Çështja është, a dëshiron ti ta njohësh Zotin? Unë nuk dua t'ju them këtë. Ti nuk mund të kalosh kohë më të çmuar se sa kur largohesh nga të gjithë njerëzit për të qenë vetëm me Zotin dhe për t'i thënë atij që je i gatshëm të dëgjosh. Nëse dëshiron të dëgjosh Zotin, merr Biblën, qëndro me të dhe dëgjoj atë zë derisa ta dish me siguri që Zoti të ka folur. Dhe nëse ai të flet, atëre ti mund të përballesh me botën. E shihni? Arsyeja pse shumë vetë kanë pak besim të dobët, besim të lëkundur është sepse nuk janë të sigurt se ku janë. Kur Zoti të flet, ti e di saktësisht se ku je. Miku im, ai është i gatshëm t'i flasë zemrës tënde nëse ti je i gatshëm ta dëgjosh. Të duhet kohë, një zemër e hapur dhe një dëshirë për të. Ai do të vendos briskun e tij pikërisht në mes të zemrës suaj. Hapjani zemrën dhe tregojeni se si jeni. Kërkojeni atij t'ju mësoj se si të merreni me mëkatin, mosbindjen apo gjithçka tjetër. Ai do t'ju pastrojë plotësisht. Vetëm kur zemra juaj të jetë e pastër dhe e lirë para tij, ai mund të flasë dhe të dëgjohet nga ju pa gabime. Perëndia ka gjithmonë diçka specifike për të thënë. Por ti duhet të jesh i gatshëm për ta dëgjuar. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley na kujtoi se ajo çfarë thot Zoti mund të mos na pëlqejë gjithmonë. Por udhëzimet e Zotit janë gjithmonë për të mirën tonë. Fryma e shenjtë banon në çdo person që i ka besuar Krishtit si shpëtimtarin e tij. Jezusi shpjegoi rolin e frymës tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, 8-13. Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi edhe për gjykim. Për mëkat, sepse nuk besoi në mua. Për drejtësi, sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më, dhe për gjykim sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Kam edhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, por ato ende ju nuk mund t'i mbani. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prinë çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flas nga vetja, por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar, edhe do t'ju kumtoj gjërat që do të vinë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Shprekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.